Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hamdet, falenderimet janë për Allahun subhanahu wa ta'ala, salat dhe selamet i përcjellim mbi më dashurin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familje dhe shokët e tij dhe mbar ummetin e tij deri në ditën e fundit. Do të mundohemi inshallah ta shtjellojmë temën tonë të përgatitur, ta kthejmë vetveten tonë ka Ramazani. Nuk ka dyshim se një besimtar i devotshëm, një besimtar i sinqert, në muajin e shenjtë të Ramazanit duhet të ketë parasysh tre aspektet kryesore. E para, adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pika e dytë që është shumë e rëndësishme të ketë moralin, sjelljen e mirë, dhe pika e tretë pra të ketë parasysh përmirësimin e vetvetes së tij. Muaji Ramazanit është muaji më i përshtatshëm për realizimin e këtyre kritereve kryesore gjatë muajit të bekuar. Besimtarët duhet ta dinë se muaji Ramazanit është muaji i agjerimit. Dhe këtë agjerim ata duhet ta bëjnë në mënyrën më të mirë, me bindje të plot ndaj krijuesit Allahut subhanahu wa ta'ala, si dhe të jenë të sinqert me agjerimin e tyre. Pastaj, pika e dytë që duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë dhe të kujdesen për të është namazi dhe lutjet e tyre që i bojnë në muajin e bekuar të Ramazanit. Duke u munduar që obligimet t'i kryen në përpikmëri, në vazhdimsi, dhe të mundohen që karakteristike veçantë e Ramazanit është edhe namazi taravis, të mundohen që këtë obligim ta kryejnë në formën më të mirë në xhamia dhe në shtëpitë e tyre me familjet e tyre. Gjithashtu besimtarët në këtë muaj duhet të kenë parasysh pra edhe dhikrin, përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe istikfarin, që sa më shumë të bëjnë istikfar tauba tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, pra ky muaj e dim se është edhe muaj i solidaritetit, humanitetit, që besimtarët të shtojnë sadakan më shumë dhe bujarin. Sadakaja kuptohet është një ndihmë për ata të cilët kanë nevojë, ndërsa bujaria në këtë rast është për qëllim që në muajin e Ramazanit besimtarët të shtrojnë sa më shumë iftare për njëri tjetrin, të vizitojnë njëri tjetrin dhe të shkojnë tek njëri tjetri. Andaj për gjithë këto, lidhja me Allahun te baraka wa taala është shumë e veçantë edhe është shumë e rëndësishme. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu në librin e tij të ndershëm në Kur'an na tregon se krejt këto ibadete duhet të kryhen me sabër dhe me durim. Ata të cilët bojnë sabër dhe durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu do t'i shpërblej pa kufi. Edhe thot Allahu në Kur'an: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu më të vërtet do t'i pagun, do t'i shpërblej durimtarët me një shpërblim pa hesab, pa llogari. Gjithashtu, argumente nga hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon i dërguari Allahut alaihi salatu wassalam se çdo vepër e birit të Ademit do shpërblehet nga 10 deri në 700 fish. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salam tregon mbi vlerën dhe rëndësinë e shpërblimit pa hesab të agjerimit të tyre dhe tregon hadithin kutsi ku Allahu thot në fjalët e tij kutsi: agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Që do të thotë se nuk e din askush se sa shpërblen Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Pastaj në anën tjetër e kemi edhe hadithin tjetër që tregon se kur vinte muaji i shenjtë i Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe sahabët gjithashtu përkushtoheshin më shumë dhe e shtonin më shumë ibadetin në këtë muaj. Saqë tregon edhe Aisha radhiyallahu anha që kur vinin netët e fundit në veçanti të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte izarin e tij, largonte vetveten nga shtrati, largohej nga bashkëshortët e tij dhe i gjallëronte netët me ibadet. Gjithashtu
duke i zgjuar edhe familjen e tij. Kjo është një shembull, një mesazh i gjithë neve nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu tregon lidhjen, mënyrën dhe formën e lutjes të cilët dojnë besimtarët të drejtohen Allahut azza wa jall. Dhe thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an." Kur të pyesin robrit e mi për mua, unë jam afër tyre dhe i përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet. Pra, kjo tregon shumë qartë se muaji Ramazanit është muaji i lutjeve, muaj i përkushtimit ndaj Allahut azza wa jall, dhe se ky ajet bën pjesë në ajetet e agjerimit në muajin e shenjtë të Ramazanit, ku edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre grupeve të njerëzve Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu nuk u kthen lutjet prap. Që dënë të thot, lutjet e tyre pranohen tek Allahu subhanahu wa taala. I pari prej tyre është agjeruesi, pra derisa ta prish agjerimin e tij apo të çel iftar. Grupa e dytë, të cilëve Allahu a pranon lutjet e tyre, pra është udhëheci i drejtë. Dhe grupa e tretë e njerëzve që Allahu a pranon në fakt lutjet e tyre, janë njerëzit e shtypur, atyre të cilëve ju bëhet padrejtësi dhe ju bëhet zullum. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon dhe thot, kur vinin apo kur hynim në muajin e shenjtë të Ramazanit, ne vetëm se e ndjenim gjallërinë e zemrave të tona. Ne ma shumë e shtonim përmendjen e Allahut, adhurimin ndaj Allahut, e shtonim ma shumë leximin e Kur'anit, si dhe ishim nga ata që mas shumëti e ndihmonim njëri tjetrin. Fjala më shumë, këtu e precizon sepse ata ishin si para Ramazanit, gjatë Ramazanit, po edhe pas Ramazanit, të lidhur me ibadet, me Kur'an, me ndihmë, mbështetjen ndaj njëri tjetrit, por se në Ramazan këtë ata e shtonin edhe më shumë. Pastaj në anën tjetër, Allahu te baraka wa taala në lidhje me ibadetin tregon edhe qëllimin apo thelbin e adhurimit, e cila është edhe ekzistenca jonë. Thot Allahu në Kur'an: "Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova njerëzit dhe gjinat për diçka tjetër, vetëm se ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo tregon qëllimin e krijimit ton, qëllimin e ekzistencës tonë në këtë botë, që ne ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, cila është vepra më e mirë, vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa taala?" Është përgjigjur Amr ibn As radhiyallahu anhu duke thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Vepra më e dashur te Allahu është namazi në kohën e tij. Pastaj mirësjellja ndaj prindërve dhe gjithashtu ka përmendur edhe xhihadin në rrugën e Allahut." Që do të thotë se këto kanë peshë të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Nëse veçojmë çështjen e xhihadit, pra këtu ne duhet të kuptojmë xhihadin me cilin njeriu sakrificën e ban për të luftuar egon e tij, për të luftuar nefsin e tij të keq, dhe njeriu për të përballur me punën e tij në kërkimin e diturisë, në punën të cilën e kryen në përditshmëri për të furnizuar familjen e tij, dhe e fundit xhihadi me cilën bëhet edhe lufta atëherë kur e kërkon nevoja. Pra kjo është ajo me cilën na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka treguar se agjerimi dhe Kur'ani do të jenë dy vepra kryesore të cilët do të ndërmjetësojnë për agjeruesin dhe për lexuesin e Kur'anit dhe ditën e gjykimit. Agjerimi do të thotë: "O Zoti im, unë e kam lënë pa ngrënë
pa pije dhe kam ndaluar nga dëshirat e tij. Andaj më lejon ndërmjetësimin për të. Gjithashtu edhe Kurani do të ndërmjetësoj për të në ditën e gjykimit dhe do të thotë: o Zoti im, unë e kam lënë tër natën pa gjumë, andaj më lejon ndërmjetësimin për të, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të dyve Allahu do t'ju lejoj ndërmjetësimin për agjeruesin dhe lexuesin e Kur'anit. Nëse vazhdojmë në pikën e dytë, të cilët duhet ta kemi parasysh, mirësjelljen dhe moralin e mirë. Besimtari në këtë pikë, pra duhet t'i përkushtoj kujdes ndryshimit pozitiv, që do të thotë se besimtari duhet t'i lëj shprehit negative, shprehit e këqija, dhe t'i krijoj ato t'i kthej në shprehit e mira. Gjithashtu, kërkohet nga besimtari që të jetë i mëshirshëm dhe të jetë falës. Kërkohet nga besimtari që të jetë respektues dhe të jetë i mirësjellshëm, që do të thotë t'i falë të gjithë ata të cilët i kanë bërë padrejti dhe të jetë i mëshirshëm me të gjithë të tjerët. Andaj vëllezër të ndershëm, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu tregon mbi dy kategori të njerëzve, të cilët do të meritojnë apo do të marrin vendin e tyre të merituar te Allahu në bazë veprave të tyre. Thot Allahu: innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ata të cilët janë punë mirë, kanë moral të mirë, ata do të jenë xhennetet na'im, pra xhennetet të cilët do të kenë begati dhe mirësi nga ana e Allahu subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim, dhe s'ka dyshim se keqbërësit, kriminalet, zullumqarët të cilët bojnë zullum në këtë botë, ata do të jenë në vendet xhehim, është një lloj i xhehenemit, pra dënim me zjarr nga ana Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari me imanin e tij, me besimin e tij më të mirë, është ai i cili ka moralin më të mirë, sjelljen më të mirë, dhe është më i mirë për familjen e tij. Kjo tregon qartë, pra se njeriu për sosmërinë e tij e ka atëherë kur ka sjelljen dhe moralin e mirë dhe është i mirë me të afërmit, në veçanti me familjen e tij. Në anën tjetër, tregojmë edhe rastin e sahabiut të ndershëm, khalifës e parë të muslimanëve, Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili erdhi një burr dhe e ofendoi shumë rënd Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Dhe ai hesht. Pastaj burri vazhdon me ofendime dhe me të rënda. Dhe në këtë rast, Ebu Bekri radhiyallahu anhu i përgjigjet me disa fjalë. Dhe në ato momente ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe largohet. Duke parë këtë gjendje, Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ndjek mbrapa pejgamberin alayhi salam. Edhe pasi që i afrohet e pyet: ja Rasulullah, pse u largove? Tha pejgamberi alayhi salam: derisa ti ishe duke heshtur, një engjull, një melek po të mbronte ty. Në momentin që ti ke fol, atëra afrohet një shejtan dhe unë nuk dëshiroja që të rri bashkë me të në një vend. Andaj e vëllezër, kjo tregon rëndësinë dhe peshën e kujdesit të gjuhës. E në veçanti këtë besimtarët duhet ta kenë parasysh në muajin e shenjtë të Ramazanit. Andaj rasti tjetër të cilin Allahu te baraka wa taala neve na tregon në librin e tij të ndershëm, krahasimin e të mirës me të keqen. Që tregon Allahu se e mira dhe e keqja asnjëherë nuk ka mundësi të jenë të një rangu, të një nivelit. Thot Allahu: wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan. Nuk janë të barabartë e mira dhe e keqja. Ktheje të keqen me një të mirë, edhe më të mirë se ajo, për shkak se armiku jot më i madh një ditë do të kthehet në mikun më të mirë.
Kjo tregon rëndësia në kujdesit të mirësjelljes dhe të keqen mos ta kthejmë asnjëherë me të njëjtën shkallë me të keqe. Në anë të kësaj, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kujdesin e moralit dhe sjelljes të mirë në Ramazan në veçanti. Thot, ai i cili nuk i lën punët e këqija dhe nuk i lën fjalët e këqija, nuk ka nevojë pse ta lë ushqimin dhe pijen në Ramazan. Kjo jep me kuptu se nuk do t'i bëj dobi as pak agjerimi i tij nëse ai nuk e ruan gjuhën dhe punën e tij të mirë. Pastaj në anën tjetër kemi edhe rastin e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili e fyen një burr Abu Dharrin. Dhe pastaj ishte prezent pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke parë gjendjen e Abu Dharrit se u ndjej shumë keq nga ofendimet e tij, atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam ndërhyn duke i thënë Abu Dharrit radhiyallahu anhu: "O Abu Dharr, ti je njeri me iman. Andaj mos e kthe këtë keqe me një sjellje edhe më të keqe se kjo. Por fale këtë person dhe largohu me butësi." Shikoni kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo jep me kuptu një mesazh që njerëzit kur shohin dikë duke debatuar, duke e fyer dhe ofenduar njëri tjetrin, ai që qëndron në mes apo personi i tretë në këtë rast duhet të ndërhyjnë me këshilla, me udhëzime pozitive dhe jo të bëj padrejti, të përkrah një në palë dhe pastaj të ofendoj palën tjetër. Kjo nuk është mesazhi i Islamit. Andaj, në anën tjetër kemi edhe ajetin e Kur'anit me të cilin Allahu te baraka wa taala na tregon se si besimtarët duhet të kenë vetë kontroll në vetveten e tyre, vetë analizën në vetveten e tyre, vetë përmbajtjen në vetveten e tyre. Dhe thot Allahu në Kur'an: "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas." Janë ata të cilat e frenojnë mllëfin e tyre, janë ata të cilat e përbijnë mllëfin e tyre, zemrimin e tyre, wal 'afina 'anil nas, dhe i falin njerëzit. Kur ka përmendur Allahu në përmbajtjen e zemrimit, thot Allahu këtu në Kur'an se këta njerëz pra janë në atë pikën kulminante të cilën kanë mundësi të hakmerën. Kanë mundësi që njerëzve t'u kthejnë me të keqe. Mirë po, këta njerëz të cilët e përmbajnë veten e tyre, e bojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe çka bojnë? Këta njerëz i falin dhe i lirojnë këta njerëz për hir të Allahut. Çka thot Allahu në Kur'an? Pastaj në vazhdim Allahu thot: "Wallahu yuhibbul muhsinin." Me të vërtet Allahu i don punëmirët. Që tregon se kjo është prej veprave të mira të cilat i don Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Njerëzit më të dashur të unë dhe më afër meje në ditën e gjykimit janë ata njerëz të cilat kanë moralin, kanë sjelljen më të mirë." Kjo tregon shkallën e vendosmërisë se njeriu të cilët këta njerëz e ruajnë dhe kujdesen për veten e tyre. Pastaj kemi në fund edhe rastin e Aliut radhiyallahu anhu, i cili me një betejë ishte duke luftuar me armiqt. Dhe në këtë rast, pasi që takon një armik dhe ja vendon shpatën mbi qafën e tij, armiku në këtë rast e pshtyn në fytyrë Aliun radhiyallahu anhu. Dhe ky e lën të lirë dhe largohet prej tij. Kur e pa njerëzit këtë ngjarje, këtë skenë, u habitën dhe pe pyesin Aliun radhiyallahu anhu: "Pse veprove kështu?" Tha: "Unë doja që ta vrisja për hir të Allahut. Por kur me pshtynin e fytyrë, unë pata frikë se ndoshta po bëj për çështje personale, për inate personale, dhe kështu që e lash të lirë dhe shkoj." Tregon kujdesin e sahabeve se ata kur kanë bërë një punë, kanë bërë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Dhe asnjëri prej tyre nuk ka luftuar dhe nuk ka mbyt njerëz për interesat e dunjas, për interesa personale, për një fjalë apo për diçka tjetër. Nëse është kërkuar nevoja,
ata kanë bërë këtë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në pjesën e tretë të kësaj teme, ta kthejmë vetveten tonë ka Ramazani, kriteri kryesor që duhet kënë besimtarët në këtë moment, në veçanti në muajin e Ramazanit, ku edhe kuptojmë se Ramazani është koha dhe muaj më i përshtatshëm që ne të realizojmë këtë kriter, është përmirësimi i vetvetes tonë. Përmirësimi i vetvetes tonë vjen atëherë kur besimtarët janë durimtar dhe janë të butë. Që do të thotë se ata përmbahen nga zemrimi, përmbahen nga inatët dhe janë të butë, janë të sjellshëm me gjithë njerëzit. Në anën tjetër, përmirësimi i vetvetes është që njeriu në muajin e Ramazanit, në veçanti, të kujdeset pra edhe për shëndetin e tij, që të mundohet që në Ramazan të hajë ushqimin më të shëndetshëm, por edhe të mundohet që edhe gjumin ta bëjë të mjaftueshëm. Sepse kjo është tek e fundit, pra është edhe obligim mbi kujdesin e shëndetit tonë. Që njeriu të merr energjinë e duhur, forcën e duhur për të mundur pastaj gjatë ditës të kryej obligimet ndaj Allahut dhe ndaj punës të cilën e kërkon nevoja e tij. Pastaj në anën tjetër që duhet ta veçojmë është edhe besimtarit mundohet shfrytëzimin e kohës maksimalisht ta shfrytëzojë me familjen e tij. Dhe pastaj brenda me familjen e tij të mundohet të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe të jenë nga ata të cilët i zhvillojnë bisedat e dobishme gjatë Ramazanit me familjen e tij, me rrethin e tij dhe me shoqërinë pastaj në vazhdimsi. Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu në librin e tij të ndershëm në Kur'an ka thonë: "Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla." Ka shpëtuar ai i cili ka pastruar veten e tij. Pastaj wa dhakara isma rabbih fasalla. Janë ata që e përmendin Allahun, emrin e tij, në çdo çështje, në çdo punë, në jetën e tyre, dhe janë ata të cilët janë falur. Pra, e falin namazin dhe i kryejn obligimet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shenjat e një zemre të sëmuar janë këto: largimi nga Kur'ani. Ne e dim se muaji Ramazanit është muaji Kur'anit dhe çdo njeri nga ne duhet ta shikoje se ku e ka pozitën Kur'ani tek ai. Dhe Kur'ani, në fakt, muaji Ramazanit është një mundësi e mirë që besimtari ta shfletojë më shumë atë, ta studiojë atë, ta hulumtojë atë, dhe ai i cili nuk din ose ajo e cila nuk din të lexojë Kur'an, ta shfrytëzojë këtë muaj të Ramazanit në veçanti që ta mësoj mësim leximin e Kur'anit. Pastaj në anën tjetër është mos përmendja e Allahut, është prej shenjave të një zemre të sëmuar. Pastaj në anën e tretë është mungesa e keqardhjes ndaj mëkateve. Kur njeriu kryen harame, kur njeriu kryen gjunahe dhe as pak nuk ndjen keqardhjen në zemrën e tij, atëherë tregon se zemra e tij është e sëmuar ose mos themi është edhe krejt e vdekur. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, pra që është nga sahabët, nga halifja i dytë i muslimanëve, prej halifeve të drejtë, na këshillon neve duke na thonë për përmirësimin e vetës, për kujtimin e vetës, llogaria mbi veten, thot: mbikëqyrni veten tuaj, veprat e juaja para se ato të mbikëqyren ditën e gjykimit. Llogariteni veten tuaj para se ato të llogariten në ditën e gjykimit. Peshojini veprat e juaja në këtë botë para se të peshohen ato në ditën e gjykimit. Dhe thot: kush e bën atë në këtë botë, do ta ketë më lehtë llogarinë në ditën e gjykimit. Ishte shprehi e Omerit radiallahu anhu që në çdo mbrëmje ju drejtohej vetvetes së tij duke i thonë: a thu vallë, a ka bërë ndonjë gjë Omeri sot për hir të Allahut? Edhe kjo është një shenjë, një mesazh për neve, e në veçanti gjatë Ramazanit, të shohmi se cilët janë veprat e tona që ne i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në anën tjetër Allahu te baraka wa ta'ala
neve duke na treguar që besimtari duhet gjithmonë ta kërkoj atë e cila e lartëson dhe ajo e cila e shpëton. Ne e dim se neve na rrethojnë shumë gjëra, kemi shumë dyrë para vetës të cilët neve na therrasin, neve na tërhekin, pra siç është epshi jon, është familja jon, është pasuria jon, është dunjoja, janë angazhime tjera, karriera dhe kështu me radhë. Mirë po Allahu po na drejton, po na këshillon me fjalët e tij dhe thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin." Nxitoni tek falja e Zotit tuaj, drejt një xheneti ku gjerësia e saj është sa qiejt dhe toka. U'iddat lil-muttaqin, dhe ajo është i premtuar për njerëzit e devotshëm, por ata të cilët janë të ruajtur dhe janë të kujdesshëm në këtë botë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej juve është ai i cili ka moralin e mirë dhe është i dobishëm për njerëzit, për krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj këshillojmë dhe përkujtojmë edhe një herë thonjën e Omerit radhiyallahu anhu që çdo njeri nga ne ta llogarit veten e tij në këtë botë, para që të llogariten veprat tona në ditën e gjykimit. Pastaj Allahu xhalla shanu xhalla xjalaluhu tregon qartë në Kur'an dy kategori të njerëzve, të cilët thotë janë që e shpëtojnë veten e tyre dhe janë që e poshtrojnë veten e tyre. Thot Allahu: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuar ai i cili ka pastru veten e vet dhe ka humb, ka dështu ai i cili ka poshtru vetveten e vet. Andaj kjo ajet tregon për neve qartë që ne jemi ata të cilët kena mundësi me shpëtu veten dhe pas me mundësi ne me poshtru veten tonë, dhe as pak në këtë ne nuk duhet që ta fajsojmë Allahun subhanahu wa taala, por çdo njeri nga ne të shikoj se më çfarë merret dhe çfarë vepron në këtë botë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari me imanin më të mirë, muslimani i vërtet, është ai i cili njerëzit janë të sigurt prej gjuhës dhe dorës e tij. Që do të thotë se besimtari duhet shumë të jetë i kujdesshëm, e në veçanti kur është në fjalë muaj shejti Ramazanit, të ketë kujdes gjuhën dhe të ketë kujdes dorën e tij. Me gjuhën e tij njerëzit janë të sigurt se ai nuk i ofendon, nuk i shat, nuk i përgojon, nuk i shpif dhe nuk i gënjen. Pastaj me dorën e tij nuk i godet, nuk i vret ato, nuk vjedh dhe nuk pret nderin, nuk prek nderin e tyre. Kjo është siguria një besimtari dhe morali më i mirë dhe një musliman i vërtet. Andaj në fund e përmendmi edhe rastin e Omar ibn Abdul Aziz, khalifja i 5 i muslimanëve prej halifeve më të drejtë. Ka thonë nuk ka sukses në atë person i cili nuk përqendrohet dhe nuk përpiqet që ta ndryshojë veten e vet. Dhe muaji i shenjtë i Ramazanit pra është koha më e mirë që besimtari ta bëjë atë, pra ta përmirësoj veten e vet. Dhe krejt në fund mesazhi jon, përmbyllja jon është na tregoj se muaji i shenjtë i Ramazanit pra nuk është një muaj i cili kërkon që ne vetëm të largohemi nga ushqimi, vetëm të largohemi nga pija, por të jemi nga ata të cilët i përkushtohemi Allahut, bëhemi më të sinqert, bëhemi njerëz më të drejtë dhe të jemi nga ata të cilët i thellojmë ibadetet e tona me sinqeriteti më të plot, duke qenë të sinqert, duke qenë të moralshëm, duke qenë durimtar dhe duke qenë falës ndaj njëri tjetrit. E lusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu na pranoj agjerimet tona, Allah na pranoj ibadetet tona dhe Zotit na nxjerr të falur dhe të shpëtuar nga Ramazani. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.